Nëse ngushtohet jeta, me cilën punë të sinqert do t'i drejtohesh Zotit? Miq të dashur, nëse një ditë prej ditëve të mbyllet lifti, apo të ndalon vetura, apo nuk të punon telefoni, apo nuk dish ka t'ja dalish, mbyll dera e liftit dhe nuk dëgjon askush, telefoni nuk punon, nuk ka valë, do të ulesh me një qosh aty dhe do t'i ngritish duart kur nuk sheh askush. Dhe do t'i përkushtohesh Zotit. Pyetja ime është, me cilën punë të hajrit do t'ishe përkushtu Zotit? Cilën e mban mend që t'i drejtohesh Allahut dhe t'i thosh, o Zot, për hir të kësaj pune që e kam bën ndaj dikujt, të lutem ma hap këtë derë. Ke ndoshta një ide me cilën punë do t'i drejtohesh Zotit? Më thuaj, nëse një ditë prej ditëve të mbyllet dera e dunjas dhe nuk ke më me çka t'i drejtohesh Zotit, me cilën punë do t'i drejtohesh dhe me cilën do t'i hapish syt përpara Tij? Ke një punë të hajrit të cilën e ke bërë dhe je krenar për atë, edhe pse si ke treguar askujt? Shokët e shpellës, Ashabul Kahf, ju mbyll komplet dalja me një gur të madh. Njëri ju drejtua, o Zot, për hir të trajtimit të mirë që i kam bërë ndaj prindërve të mi, të lutem të më hapish këtë derë. Tjetri ju drejtua, o Zot, për hir të ndalimit që i kam bërë ndaj harami edhe pse kam pas mundësi ta bëj, të lutem më hap këtë derë. I treti tha, o Zot, të lutem për hir të sinqeritetit në punë që kam treguar, të më hapish këtë derë dhe kështu me radhë. Ata kishin ndoshta ndonjë drejtim apo ide në çka ti drejtohen Zotit. Nëse do të ishe ti i katëri, cilën do ta thoje? Për hir të çkajt? Bëne një vepër, lëre anësh. Nëse nuk ta dinë njerëzit, do të duhet një ditë kur do të mbyllen krejt dyert. Një ditë të mbar e agjerim të pranuar.